Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell recetën e kadaifes me qumësht të kondenzuar dhe arra, një recetë turke, shumë e shijshme, shumë e bukur për syrin, besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e këtij kadaifi. Gjithë ju që keni shku ndonjëherë në Turqi apo në vendet arabe, me siguri e keni provu këtë lloj kadaifi, i cili shumë dallon nga kadaifi tradicional, sepse përgatitet pa shërbet, po ka një shije unike. Fillimisht e marrim një tigat lloj që nuk nxehet dhe në të shtojmë 2 gota nga 200 ml arra kështu, në cilat nuk duhet të jenë të coptuara, arra të plota, dhe në temperaturë mesatare i përgojmë arra duke i përzier vazhdimisht derisa ato fillojnë që të skuqen. Kam përguar arra dikon për 7-8 minuta duke i përzier kështu vazhdimisht. Kanë filluar që të marrin një skuqje, tash e shtojna 2 lugë gjelle ose 3 me mjalt, e ulin temperaturën në minimale, kur t'ja shtoj mjaltën. Ja pushim në mjalt, e përzim vetëm se pak masën, dhe masën tash të e largoj nga zjarri. Tash marrim 1 letër përpjekje dhe kaloj gjysmën e masës, kështu. Gjysmën tjetër do e lëm që ta formoj një rollë tjetër, kështu me anë të lugës, ja formën e rollës. Bëjmë rokolisjen, shumë të letrës bëjmë rokolisjen. Ansorët i ndihmën të letrës. Marrim një foli alumini dhe vendosim masën dhe përsëri me folien alumini bëjmë rokolisjen. Mbyllim ansorët shumë mirë. Kemi formuar rollën e parë, duhet që me shpejtësi të madhe të punojmë për të formojmë rollet, shumë anë të duarve, shtypim masën. Marrim një letër tjetër dhe kalojmë gjysmën e masës të ngelur. Formojmë një rollë tjetër. Rokollisim letrën. Dhe rollën e dytë e kam vendosur në foli alumini, e rokollisim. Ja mbylli ansorët. Me duar sa më shumë të bëjmë masën më të fortë, më të ngjeshur, dhe të 2 rollët i lënë në frigorifer të qëndrojnë për 3 deri 4 orë. Pasi rollet kanë qëndru mjaftueshëm në frigorifer, marrim 400 gram me kadaif gjysmë të pjekur, e largoj kështu nga ambalazha. Kadaifi patjetër duhet të jetë i këtij lloji, gjysmë pjekur. Është më i hollë për atë arsye. Dhe më largohet përgjimi. Marrim dhe fillojmë që të bëjmë shprishjen. E kaloj direkt në tigan, ku do bëjmë fërgimin. Tash e shprishim me dorë. Tigani duhet të jetë i llojit që nuk nxehet.
ky lloj është më i përshtatshëm për këtë recetë sepse është më i hollë. Gjithë kadaifin e shprishim në këtë mënyrë. Pasi kam bërë coptimin e gjithë kadaifit, tigonin e kam vendosur në zjarr, ja shtoj 220 gram me gjalp ose puter ose t'lyj. Mund të përdorni edhe margarin nëse doni, mirëpo shija me puter, gjalp, do më thënë ose t'lyj, si t'i themi, do i del më e mirë. Tash në temperaturë mesatare e skuqim kadaifin, duke e përzierë vazhdimisht derisa ta marrë një ngjyrë tërë kadaifi, një ngjyrë ari. Kam përgu kadaifin, kadaifi ka marrë i gjithë një ngjyrë shumë të bukur, e kam përzierë vazhdimisht, e kam përgu dikon për 10-15 minuta. Tash ja shtojna një lugë kështu të madhe, ose 2 lugë gjelle, jo të mbushura plot, me sirup trëndafili, për një aromë më të mirë. Pra aroma e sirupit të trëndafilit ja jep një shije shumë të mirë. Ja përjeve. Dhe ja shtoj një paketim me qumësht të konzervuar. Paketimi është 380 ml. Përzi masën, mirë që qumështi kondenzuar të përhapet në të gjithë masën. Dhe masa është gati të largohet nga zjarri. Tash marrim një letër dhe kalojmë gjysmën e masës. Kështu, e bëjmë në masi si që ja dham roleve të afrës. Atë gjatësia japim, kalojmë gjysmën e masës. Ndohem kështu ta përhapim. Gjysmën tjetër dhe lanë në letrën tjetër. Ja jap trashësinë me një jetë, kur të bëj përhapje, për gjithë anët. Mundeni edhe me dorë që ta rrashoni. është e një nxehtë, për atë do e bëj kështu me duk. Arra tash i largoj nga foli, nga të dy folijat i largoj. Vendosi arrat kështu, të njëri skaj. Tash bëjna propolisje, e bëjmë një rolle. Shton këtë mënyrë. Bëjmë propolisje. Tash me duar. Dhe bëjmë qytje. Lidhe mantorët. Polisin të shkete, morim folije, dhe përsëri e vendosim të folije, dhe bëjmë ropolisin dhe me foli. Në shtypin fort dhe disa herë bëjmë ropolisje, që t'i bëhet forma sa në e lëmuar. Kam formu rollën e parë. Mënyrën e do e formoj dhe rollën e dy.
Dhe rrobat e formuara I vendosim në frigorifer të qëndrojnë për gjatë natën. Kadaifin e kam largu nga frigoriferi, e largu foli, pra ka marrë tamam atë formën e fortë që mund ta presim lirshëm. Tash bëjmë prerje. Dhe prej në fillon kështu në mes, që ta shihni se si ka dalë. Vërtet ka dalë shumë e mirë. Ja, pra si duket. Vërtet është e bukur shumë. Ja, dhe po mja se si ka dalë. Tash e prejna në një trasi rreth 1 centimetër. Pra mjaftueshëm është 1 centimetër trashësia. Ja, si duket. Vërtet është e bukur kur të servohet. Pra për festën e Bajramit ja vlen me provu këtë kadajif. Këtë mënyrë bëjmë prerjen e gjithë kadajifit. Kam bërë prerjen e gjithë kadaifit, tash është koha që ta servoj. Vërtet ka dalë shumë mirë. Pamja është shumë e bukur, shija nuk I mungon. Gjithë ju që keni me përgatit, asnjëherë nuk keni për mja ndrru këtë recetë kadaifit. Vërtet e bukur për syri, e shishme. Dhe kjo është mënyra mu tradoshura se si përgatis unë kadaif me qumësht të kondenzuar dhe arra në furnë rrulle për festën e Bajramit. Gjithë ju që e përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare dhe në recetën e radhës.